Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Bardezi që diskutojmë tema të ndryshme me karakter fetar. Sonte do të flasim për sinqeritetin në fjalë dhe në vepra, si shpërblet dhe si vlerësohet një person i sinqert sipas fesë islame. Këto dhe shumë të tjera do i kuptojmë me teologun e nderuar Ardian Sejdiu, që njëkohësisht është edhe imam dhe ligjerues në xhamin Koha në Gaç këto Ferizajt. I nderuar, faleminderit shumë që dhe sonte jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për juve, stafin tuaj, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Amin, faleminderit shumë. Flasim për sinqeritetin, një njeri të sinqert në fakt, por në përgjithësi, çka është sinqeriteti sipas Islamit? Të flitet për sinqeritetin do të thotë të flitet për një virtyt shumë të lartë që duhet ta posedon secili njeri në jetën e kësaj bote. Por në fakt çka është sinqeriteti? Sinqeriteti është ta përjetosh, të flisësh për një çështje në realitetin që e ka. Dhe kundërta e saj është gënjeshtra, pra që të kamuflohet realiteti i një çështjeje, ose të manifestohet ndryshe prej objektivave të mbrëmshme që i ka domethënë njeriu. Pra sinqeritet nënkupton me përjetu diçka, me fol diçka, me vepru diçka që është reale në jetën e kësaj bote, e kundërta asaj që quhet pra gënjeshtër. Njeriu lind me sinqeritet apo rrugës ushqehet me të? Njeriu lind me potencial të mjaftueshëm për të qenë i sinqert në jetën e kësaj bote, sepse ka ardhur me një jetë e cila objektivat e saj janë të sinqerta dhe jeta në përgjithësi është e sinqertë, është reale, nuk është imagjinare, por është reale. Pra njeriu lind për të qenë i sinqert. Por në rrugë me sipër, shpesh herë kjo cilësi edhe zbehet tek njerëzit dhe kalojnë në anën tjetër të dimensionit real të jetës. Hoxh, i nderuar, bota ku ne jetojmë është reale? Jeta në fakt është reale, a manifestimin në jetën e kësaj bote mund me qenë jo real. Pse? Sepse kamuflohet me shumë çështje tjera të cilat sipërkasin realitetit, ose objektivat ndryshojnë, ose qëllimet e jetës ndryshojnë, por që nuk e zhbëjnë atë se jeta është reale. Dhe shpesh herë në jetën e kësaj bote dëgjojmë njerëz të cilët kur dështojnë për shkak të mos sinqeritetit në raport me jetën, ata kthehen dhe në vend se ta përmirësojnë çështën ndaj jetës, ata akuzojnë jetën se jeta është e pasinqertë. Në realitet, po të mos ishte jeta e sinqertë, njeriu s'kishar në jetën e kësaj bote. Sepse kjo jetë është prag ose është preambul mbi të cilën ndërtohet ardhmja në jetën e përjetshme. Pra, sipas gjithë argumenteve në Kur'an, kjo jetë është e sinqertë. Është reale, është objektive. Sepse edhe adhurimi ndaj Zotit është real. Por nëse provohet në këtë jetë të dominohet fati i jetës përmes rrugëve jo reale, atëherë unë nuk e di nëse ka mundësi dikush me dalë triumfues prej kësaj bote. Po, se shpesh dëgjojnë njerëz që thonë ashtu siç thatë edhe jo që ku nuk ja arrin objektivat e tyre, thonë kjo dynja ishte rreme. Edhe s'po ja vlejke kur gjë. Është interesant, kjo është një argument që e përdorin shumica njerëzve. Por sa është real, është çështje për të diskutuar. E di pse e thonë se kjo jetë është e rreme, sepse kur njeriu vendos objektiva jashtë normales, jashtë të sinqertës, jashtë reales dhe nuk ja realizon ato, atëherë kthehet në bumerang dhe thotë kjo jetë që ka gënjeshtër. Në realitet, o ka ndashur ky jetën e kësaj bote me kuptu si një fazë reale, objektive, e sinqertë dhe me ecë përmes rrugëve të sinqerta. Por ndryshe, nëse jam mësuar se bote pa sinqeritet, atëherë do të vi me një moment që për një me duhet ta fajsojmë botën, a në realitet nuk vlen ky argument karshi botës. Pse hoç sprovohet një njeri i sinqert më shumë se një njeri tjetër, mos çujoni pa sinqert për shembull? Pse ka sprova më shumë në jetë? Ose a ka sprova më shumë në jetë? Është jo, sepse për të ardhur në përfundim se cili sprovohet më shumë i sinqerti apo gënjeshtari, ne duhet me pas një farlloj peshore me dy anë të peshorës. Me pas se me çka është sprovu i sinqerti dhe me çka është sprovu jo i sinqerti. Ne mund të themi se i sinqerti mund të lëndohet shpirtërisht më shpesh se sa i pa sinqerti. Pse është i brisht më shumë? Jo, sepse a di pse lëndohet njëri, sepse e ke marrë një rrugë për shembull. Edhe ti e din se je i sigurt në atë rrugë. Edhe pa pritmas
dikush e përdor gënjeshtrën dhe qet barikada në rrugë, normal që ti lëndohesh, por kjo nuk do të thotë se ti ke humbë, sepse fundit në Kur'an është një rregull që Zoti i Madhërisht e ka vendosur. Nuk fiton gënjeshtra përballë të vërtetës. Nuk fiton gënjeshtra përballë të sinqertës. E sinqerta është më e qëndrueshme, më e fortë dhe gjithsesi fitimtare. Por vetëm i duhet me prit kohën kur ti kthehet merita të sinqertit dhe kur ti kthehet dhe ti përmbyset fati të pasinqertit. Pra dhe në këtë përfundim të kësaj çështjeje, ne nuk mund të themi se Zoti e sprovon më shumë të sinqertin. Mund të lëndohet i sinqerti. Por jeta kësaj bote gjithsesi është me sprova të ndryshme. Por Zoti përsëri po thotë, dhe në sprov do të fitojnë të sinqertit dhe në sprov do të mbesin jo të sinqertit. Pra, kush do që jam mësuar se bote me sinqeritet, unë jam shumë i bindur dhe premtimi i Zotit është shumë i saktë, ai do t'i arrijë qëllimet e jetës dhe do të del prej kësaj bote triumfues. Dhe kush do që ja ka mësuar kësaj bote pas sinqeritet dhe duke kamufluar realitetin, duke e stimuluar të kundërin e asaj që është reale, ai do të del prej kësaj bote i zhgënjur dhe padyshim se do të merr një epilog tjetër jeta tina. Ku është vija e devijimi që një njeri nuk arrin të jetë i sinqert sa duhet? Ndoshta, shpesh dikush don për një me thonë diçka sinqerisht, po prapë ka një farë si smundje që, pa e zbukuru pak, ose pa mos me konë plotësisht i sinqert, nuk i shkon jeta as dita. Ndikojnë shumë faktorë që njeriu të mos jetë i sinqert në fjalë, në përshkrim, po edhe në vepra. Ndikojnë shumë faktorë. Një prej faktorëve është mos formimi i tij si person. Domethënë karakteri i tij i dopt. Sepse ai don me arë në qendër të vëmendjes, duke e shpjeguar një çështje të kundërtën asaj që është realitet. Hiperbol ose gënjeshtër ose kamuflim me kështu me radhë. Pra nuk ka personalitet të formuar. Dhe e dyta, ambicet e larta të jetës, të pakontrolluara të njeriu, e bën që njeriu të jetë gënjeshtar. Për shembull, ai don me arrit diçka. Dhe për me arrit atje i duhet kohë, i duhet mundi, i duhet njerëz, e ku diçka. Dhe ai këtë këto si ka. Çka bën? Ai e përdor rrugën e gënjeshtrës. Duke mos e kuptuar se edhe nëse arrin që atje ku po do përmes gënjeshtrës, thjesht i ki ditën e numëruara sepse gënjeshtra nuk ka mundësi të fiton përballë sinqeritetit. Rruga e gënjeshtrës është një pikë synim më i lehtë apo sinqeriteti ka rrugtimin më të vështirë për të arritur? Meqense prapë sinqeriteti fiton, po përshkrimi i rrugës shpejt shkon përmes gënjeshtrës apo përmes sinqeritetit? Kjo është një shembull alegorik. Domethënë nëse në fillim të rrugës e paraqesim në mënyrë konfigurative. Si start. Si start, të vërtetën dhe të pavërtetën për shembull. Edhe ndoshta në distancë të gjatë jetës, ndoshta duket se gënjeshtra po mbrin më shpejt dhe më lehtë, sepse i bën te kalimet e ndryshme. Mi po në fund të asaj rruge, kush dështon? Gënjeshtari. Dhe çfarë është interesant kjo punë? Na thot pejgamberi alayhis salam në hadith. Thot përmbajuni të sinqeritetit, sepse sinqeriteti të çon në veprat e mira. Veprat e mira të lumturojnë. E pasaj vjen një dita ku ti shpërblehesh këtë botë në botën tjetër. Dhe thot pejgamberi sa, distanconi prej gënjeshtrës, sepse gënjeshtra të çon në veprat e këqija. Veprat e këqija të kthehen në bumerang këtë jetë dhe bën shkak për ndëshkimin e botën e përjetshme. Pra trajektoria e jetës mes dy binarëve që ti ilustrove, e sinqerta dhe gënjeshtra. E sinqerta na çon të veprat e mira. Veprat e mira na kthehen në lumturi. Lumturia na kthehet në shpërblim. E kundërta trakës tjetër, gënjeshtra na çon në veprat e këqija. Të këqijat bën pengesë për realizimin e qëllimeve të jetës së bote dhe në fund shndrohen në ndëshkim të përjetshëm në botën e përjetshme. Huq, ka transmetime fetare, besojmë mira sa i përket jetës një të sinqerti, po a mundesh për shikuesve me na tregoni një transmetim ku sinqeriteti ka qenë ndoshta prova më e madhe dhe shpëtimi më i madh për një njeri? Ka shumë raste të ndryshme që i përmend Kurani dhe emra të ndryshëm.
Një prej tyre është pejgamberi i fundit Muhamedi alayhis salam. Mi po në këtë rast të sinqeriteti, sepse të gjithë pejgamberët kanë qenë të sinqertë. Dhe kanë hyrë në betejë të sinqertë, kanë dalë të sinqertë dhe fitimtar. Por një prej historive më të dhimbshme që ka përshkruar Kurani famëlart është historia e Jusufit alayhis salam. Një njeri krejtësisht i pafajshëm. Një krijesë e bukur, që thuhet se nuk është krijuar më njeri më i bukur se sa Jusufi alayhis salam. Edhe kur ka qenë si fëmijë. Dhe ka qenë vëlla i 11 vëllezërve tjerë. Djalë i një pejgamberi me emrin Jakub. Dhe vëllezërit xhelozojnë për shkak të afërsisë tij me babën dhe e marrojnë një kurth, e bojnë një fartrike, më thonë kështu, e marrin mal dhe pastaj nuk e kthejnë, e shesin tregtarëve të Egjiptit së kohë. Dhe kthehen në shtëpi dhe thonë babës vet se e kanë ukje dhe kështu me radhë. Ndërkohë që ky gjendet në bunar të asaj kohë në Egjipt, si fëmijë i vogël. Pastaj del mbi bunarit dhe shkon në pallat. Përsërin pallat i afrohet mundësia mes dy rrugëve të arrijë në pushtet përmes të pandershmës, përmes immoralitetit, dhe të bëhet udhëheqësi i atij shteti përmes amoralitetit, që e provokonte gruaja e mbretit, apo ta zgjedh dhunshmën burgun të sinqert. I sinqert me në burg. Historia e gjatë, dhe Allahu xhalla wala thot në Kur'an. I sinqert ka hyrë në burg. I sinqert ka qëndruar në burg, dhe i sinqert dhe fitimtar ka dalë pi burgit, dhe i ka arritur qëllimet e jetës, u bë ministër. Njëri më me ndikim në kohën e vet. Dhe prandaj është e rëndësishme kjo punë, sepse mos i hudhni njerëz të sinqert në bunar, sepse ato do të dalin prej saj sundimtar. Pra sinqeritetin, kushdo që ka hyrë në betejë me sinqertin, edhe perandorin koft, edhe superfuqin koft, kushdo që ka hyrë me sinqertin në betejë, ka bëhun betejën, sepse Zoti i Madhërisht ka thonë, o ju njerëz, bëhuni me të sinqertin, sepse Zoti me sinqertin. Dhe e dinin në zhargonin popullor, për shembull, kur shpesh thuajnë njerëz, Zoti se up sinqertin. Mia raste këtë dunja që Zoti se up sinqertin. E dini sa njeri pas sinqert ka qenë në kulm të karrierës dhe pas sinqeriteti të nesme ka fundos e ka ba që mos mi vyt mas familjes. E disa njeri për shembull i ka rrit pedesal më të lartë të pasurisë dhe të nesërmën për shkak të mos sinqeritetit në raport me tjerë për shembull ju ka kthy jetën në bumerang. Pra unë i qëndroj besnik fjalëve të Zotit Madhërisht se jeta kësaj bote është e sinqertë, reale, dhe kushdo tjetër që e sfidon jetën me gjëra jo të sinqerta, pastaj do të vjen arsyetimi i famshëm se valla jeta nuk është sinqertë. Sa është e vështirë me ruaj sinqeritetin në një botë ku jemi të jetuar sot në vitin 2025, kur jemi të rrethuar për njerëzve që nuk e dim ka po na vjen e keqja. Është fakt ky konstatimi juaj se në kohën tonë është beg i vështirë me ruaj sinqeritetin, sepse shoqëritë e kësaj kohe janë begi me standarde të dyfishta. Dhe madje gënjeshtrën, mashtrimin e quajnë aftësi. Domthonë mashtron gënjen, thot po ky e ka aftësi këtë çështje. Ose do të jam politikan e mirë sepse dimë halal i kovë që mirë të ditë me pështjell, me pështjell. Domthonë gënjeshtra nuk ma men historia njerëzimit që gënjeshtra është bë standard domethënë për të mirën, sepse duke filluar pe gjëra më elementare të jetës, me njerëz më të afërt të jetës për shembull. Shpesh herë shet që gënjeshtra e dominon të vërtetën, e dominon të sinqertën, por mos harroni se kjo është fals. Dhe një ditë për ditë në maskat e të pavërtetës, jo të sinqertës, kur të binë, mas mbulohen. Prandaj Islami na mëson që të jemi të sinqertë. Ta sigurojmë kafshatën e bukës me sinqeritet. Ti trajtojmë njerëzit sinqerisht. Ti japim vlerën që e meritojnë në mënyrë më të sinqertë të mundshëm. Ti mbështesim në rrugët e jetës me sinqeritet. Ti japim ndihmë me sinqeritet. Dhe ti themi se ky sinqeriteti jon ndaj teje është një vlerë që neve ne ka artikulu besimi. Dhe nëse provon me bë të kundërtën, në ditë për ditë dhe rruga jetës do të na qet në sipërfaqe të gabueshmën e a ditë e bën se cili përgjegjësinë vetë para Zotit Madhërisht. Kurse kur jemi te veprat i nderuam, shumë shpesh njëri bën një të mirë,
një hajrë për shembull, edhe nuk e bën për njetë të Zotit, po bën për mu kthy në këbim diçka. Do me thonë llogaritaj që, unë pja bëj ekspersonit një të mirë në mënyrë që ai ka fuqi që mu të ma kthej nesër një favor tjetër. Kjo është në pakon e sinceritetit, besoj edhe njetit. Kjo është një standard që shpesh njerëzit e kanë në praktikë në jetën e përditshme. Mi bën mirë dikuna me qëllim ose me synim që ajo e mirë t'i kthehet për të njëjtit person në mënyrën e njëjtë ose më mirë. Kjo u bë shprehi. O bë shprehi. E me hek shprehin o shumëron. O shumëron. Por ne në Islam e kemi një rregull që ka përcaktuar Zoti Madhërisht. Ne kur të bëjmë mirë në këtë dunjë, i bëjmë përmes dy kritereve. Një, të bëjmë mirë sepse na ka urdhëruar Zoti Madhërisht. Dhe s'presmi problem për askujt, përveç se për Zotin Madhërisht. Dhe dyta çat mirën që e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, në sasinë e duhur, në momentin e duhur, në rrethonat e duhura, sipas asaj që ka thënë Zoti Madhërisht. Dhe e lëm dorë Zotit këtë çështje. A nihemi keq nëse dikush i kemi bën mirë këtë dunjë dhe ne kthehemi të keqe. Ne jemi njerëz, s'nimi mirë, normal, me një farformën edhe në shpirti, sepse njerëz ne kthehen me të keqe. Por nëse ne kemi bën për Zotin e Madhërisht, ajo e mirë komo të kompenzu në mënyra tjera me shumë thishën e asaj. Sepse çka pret njëri për njerit? Nëse unë ja kam bërë dhuratë dikuna dhe pres një të mirë, ai çka kam bën më të mirë, ai se sa çata që ja kam dhënë ose edhe një herë më shumë. Po nëse ja kam lënë Zotin në dorë, atëherë çysh shpërblen Zoti? Me çka shpërblen Zoti? Me më të mirën të mundshme dhe me gjëra shumë më të bukura se sa që mund t'i pret njeriu për njeriu. Pra ta krijojmë një standard që të veprat e mira t'i bëjmë sinqerisht për Zotin e Madhërisht. Bile Zoti i Madhërisht më ka përmend Kur'an se i favorizon nesër në ditën e gjykimit ato njerëz të cilët i kanë bërë veprat për Zotin e Madhërisht. I favorizon, janë të favorizuar. Edhe në analet e xhenetit, në pjesën e xhenetit, por edhe në procedurën të shkojnë në xhenet. Dhe këto njerëz fatkeqësisht në ahiret janë pak. E dini sa pak janë ato njerëz nesër që nuk e ndjejnë dhembjen e ditës së gjykimit, nuk e nin frikën e ditës së gjykimit. Janë pak. Një prej tyre janë ata të cilët sinqerisht kanë bërë vepra për Zotin e Madhërisht. Dhe kemi në një vepër që kemi bërë sinqerisht për Zotin. E më thonë diçka, unë po të ndihmoj, o Zoti je dëshmitar. Ky let ma kthen çu dush, unë se baj për ta. Unë e baj për ty o Zot. E kur ta bëjmë për Zotin e Madhërisht, nuk kemi frikë sepse e mira vjen në mënyrë më të mirë të mundshme. Populli jonë ka një fjalë shumë të mirë, hajtë se shë Zoti, hajtë se e din Zoti. Në më thonë këto, gjithmonë e kom dëgju të praktiku. Të gjitha shprehjet që i kanë përdor populli jonë kanë argument Kur'an dhe kanë argument hadith. Veç se kanë thonë tekstualisht. Po. Do më thonë, bëneni të mirë se e di Zoti i Madhërisht. Pse? Sepse Zoti i Madhërisht po thonë Kur'an, çka do që të bën njeriu, unë ja ruaj atë mirë. E nëse është sa grimca atomit. Ja kthej, unë e kam pa kur e ka bën ata, dhe ja kthej të mirën. Dhe çka do që të bën keq? Hajde se sheh Zoti, sepse një ditë për ditëve për një mes Zoti i Madhërisht e sheh. Po. Edhe shpërblimi dhe ndëshkimi i tij është i pashmangshëm. Gjykohet njëri mbas të veprave apo mbas, domethënë, të njëjtit, qëllimet? Veprat e Zotit shpërblehen mbas njëjtit. Mbas njëjtit. Te Zoti i Madhërisht. Mbas njëjtit, domethënë shpërblehet. Por njëjtën e kësaj bote, mbas veprave e gjykojmë njërin. Po, e vërtet. Domethënë që të jemi të qartë, se kjo temë është shumë e ndihshme. Ata që na dëgjojnë. Pejgamberi sa më thotë, veprat shpërblehen mbas njëjtit. Veprat, Zoti shpërblehen mbas njëjtit. Por njëjtën e kësaj bote, njeriu e gjykon veprën mbas veprës. Njeriu, po. Jo mbas njëjtit. Për shembull, po se thonë zemrën s'ta din kërkush. Po se din. Shembull njëri të bën një mëkat madh. Dhe thu pse e ke bën? Thotë po ti nuk e di çse kum dash me bën. Po ti e ke bën mëkatin. Ne gjykojmë ata që kemi pa. Njëri hen vjedh për shembull në familje, vjedh diçka. Ne them se ke vjedh ose kum pas qëllimin e keq. Çka ke pas qëllim ti? Na gjykojmë apo sa që kemi pa. Se jemi njerëz. Atë më sheftën e gjykon Zoti, e gjykon Zoti i Madhërisht. Pra Zoti shpërblen njërin mbas njëjtit. Për shembull, që kuptohemi çka mbas njëjtit. I kemi dy persona, bamirësa. Edhe të dy të japin kanë një mjera. Njëri i thot në heshtje, thotë një për Zotin. Tjetri thotë jo mos të më interesu Zoti, po
po ndrej që pozitën popull. Cili shpërblehet? Ai që Na si njerëz do të dy faleminderës. po se di. Si njerëz. Po ai që ka bën për Zotin, ka me gjetë për Zotin. E gjon te Zoti. Ai që ka bën për njerin, e gjon shumë me gjetën ta gjon. Bile në ahirat Allahu thot njerëzve, kush i ka bën veprat për mua, sot e keni ditën e shpërblimit. E kush i ka bën për dikant tjetër, kthenu nëse mundi me marr shpërblimin për dikujt tjetër. Po, nderum ka njerëz që nuk i kanë kushtet me bo një vepër të mirë, po një jetën e kanë të mirë. Tash çysh transmetohet ai te personi përballë? A vremna çat person që për shembull pikushton zemra, po në fakt kushtet dhe rrethonat nuk po ja mundsojnë që një e mirë e tij të shkojë deri në vendin ku ai e ka njët. Njeriu ka aftësi të mjaftueshme dhe potencial të mjaftueshëm me kuptu situatën e tjetrit. Në rrethona kur ai do më ndihmu dhe s'ka mundësi. A di sa me lehtësi për shembull vërejet ky person që ka për shembull me zemër, dhe ai don më ndihmu me çdo kusht. Mi po s'ka potencial për këtë çështje. Dhe ne çka i themi për shembull, Zoti ta ktheth me të mira. Dhe ne jemi mirënjohës ndaj tyre. Dhe ka na sjelltas për shembull, ka rast tjetër që njeriu e vren që ai ka mundësinë më ndihmu. Por e zgjedh mos ndihmesën. Dhe ti si person e kupton fare lehtë se ky nuk po don më ndihmu, edhe pse ka potencialin. Pra, në raste të tilla, ata të cilët bëjnë përpjekje me ndihmu njerëzit, por s'kan mundësi, te Zoti i Madhërisëm shpërblehen sikurse me pas bën vepra. Dhe kemi plot njerëz nëse bote që takohemi me mirë. Në një rrethon hipotetike, për shembull, jemi të diskutuar dhe në fund dikush ndoshta për hir të mos me lëndu me sinceritetin e tij, heziton edhe nuk ja thot gjanat ashtu çush janë. A gjykohet personi tjetër që për hir të sinceritetit dhe për hir të Zotit nuk po do me lëndu personin përballë, për shembull? Jo, kjo është cilësi e mirë, është prej cilësive të besimtarit që mi mshef gjanat të cilat e lëndojnë tjetrin. Edhe kjo pjesë e sinceritetit. Domethënë është pjesë e karakterit të muslimanit. Keni pa për shembull dy persona janë në konflikt, bisede sipër për shembull. I sinqerti ka shumë më shumë argumente kundra të keqit. Por çka bën i sinqerti? S'ia thot këtë atë që do m'ia thonë. Pse? Sepse përsëri e kursen. E kursen për shkak që mos me lëndu. Bile ka thonë pejgamberi alayhis salam. Për cilësive të njerëzve të dopt, të njerëzve të likësht, të njerëzve pa karakter, të formuar gabimisht, për cilësive të në është çka din për të keqës ta thot. Ke pa publikisht për shembull, nga njerë debatoj dy persona, dhe ai çka din, u lidh dhe s'u lidh me atë temë, ky ja thot. Pra kjo për shembull të dyftërsisë. Kurse nëse besimtari mshef diçka, e që e mshef në dobitet të tjetrit, dhe s'ja thot, s'ka gale kjo sinqeritet. Kjo është me kursy për një situate më të keqe të mundshme. Po, ç'është mësohet sinqeriteti? Për shembull, lind prej familjes, ushqehet prej familjes, prej literaturës fetare, njeri ç'është ja nis me përvecu këtë pjesë që në një moshë të caktuar, domethënë çfarëdo situate që e ka përballë, e ka sinqeritetin edhe nuk frigohet. Deri te kjo çështje se si të mësohet njeriu me qenë i sinqert, janë begi do rrugë gjata. Para lindjes? Domethënë para lindjes jo, sepse ai si përgjithësi po diçka që s'u kanë. Okej. Ka mundësi me trashëgu një gjën një element prindve. Për çfarë po ta Ka mundësi. E kuptova pyetjen. Ka mundësi me trashëgu. Mirë po, çysh lind sinqeriteti, çysh përvetësohet sinqeriteti si ose çysh ushqehet. Një besimi në Zotin një është ai afar ajka ku ushqehet e vërtetë dhe sinqeriteti. E para, e dyta, ambienti familjar. Rritet ai fëmijë për shembull ose ai person me një familje ku nuk gënjehet, ku nuk mashtrohet, ku flitet sinqerisht. Pastaj me kalimin e kohës, ai vjen tu e trajnu veten, tu e kuptu se rruga e jetës më e shkurt, më e mirë, më e qëndrueshme, më fitimpruse është sinqeriteti se gënjeshtra. Për këtë arsye thot pejgamberi sa gënjeshtra nanat këqija. Nëse të këqijat janë familje, gënjeshtra nana e të keqës. E gënjeshtra fillon
tu e mohu Zotin, e pastaj t'ja mohu ligjet, e pastaj në jetën e përditshme të njerëz e kështu me radhë. Pra sinqeriteti është virtyt i njerëzve të mirë, i familjeve të ndershme. Dhe ky sinqeritet duhet mu artikulu edhe në jetën e përditshme. A e dini që pejgamberi sa na ka ndalu me gënjy fëmijën nëse është i vogël. Sepse këtu fillon pastaj jeta e rrejshme për te. Për shembull, çka nuk duhet me gënjy fëmijën? Për shembull, një shembull shumë thjesht. Me majnë grosh diçka mi thonë, hajde të tap një çikolatë. Edhe ti si ke dhënë. Në Islam llogaritet gënjeshtër. Ke manipulu me gjendjen e tina. Dhe me një farforme tia ke dhënë një argument. Se çështë po dosh. Po dash edhe me gënjy. Për me arrit një qëllim, edhe pse qëllimi mirë i prindit për shembull. Por nuk lejohet gënjeshtra, nuk lejohet mashtërimi. E më imagjinohesha nëse me një familje diskutohet, çdo dyta fjalë është gënjeshtër. Çdo e dyta vepër është e realizuar nëpërmes gënjeshtës. Çysh ka mundësi ai me kuptu realitetin e jetës me një familje të kontaminuar, ku gënjeshtja është model. Pra, kthehemi edhe një në rroj, është e mundshme që të krijohet, të formohet njeriu. Dhe është e mundshme që sinqeriteti të jetë arma më e fuqishme e tij, dhe ajo fillon prej besimit, pastaj prej ambientit familjar, edhe dikur e kupton që në jetë nuk ka shka me gënjy njeri. Mirë. Sipas ligjeve islame, hoq, një njeri sinqert nëse përballet në një situatë shumë të rëndë që ai e din që nuk ka bëu kur gjë, po prapë është i sinqert dhe nuk e besojnë. Çysh funksionon dëshmia e këtij sinqeritetit? Çysh duhet me i siguru dëshmit që një person nuk është ai që po e akuzoj? Nëse pyet për në aspektin juridik, po. Për shembull, në Islam nëse dikush e akuzon dikan, edhe nuk bje fakte, atëherë, si thot populli, vajhalli për këtë person. Po flasi për në gjykatë islame. Po. Nëse në gjykatë islame e qëtë njëri në gjyq, edhe i shpif, s'ki argumente. Të kthejet në përmbysje fatale argumentin në gjykatë. Sepse Zoti Madhërisht thot me prundërsi në vend, dhe ka ndalu shpifin për tjetrin. Dhe kur ka ndalu shpifin për tjetrin, ka tregu se cilat janë pasojat e atij që shpifin. Edhe çka ndodh nëse ti don me argumente false me pru dikan, ose me akuzu dikan, ose me arzu reputacion dikujna. Në këtë dunja, edhe në botën tjetër mos flasmi. Pra, ndërsa në jetën e përditshme, a është e mundshme shpesh herë njeriu bjen pozitë keqe. Sepse je sinqert, po përballë ki 5 tjetër pa sinqert. Edhe pse zhurma nuk e mbulon realitetin. Le të flasin 5, 10, 15. E sinqerta është më e fortë se pa sinqerta. Normal nihesh në siklet, sepse je njeri dhe aktivizohet për shkak të ndjenja apo diçka. Mirë, po ti dush me qenë i bindur se e sinqerta ka me fitu. Dhe s'ka nevojë më zhurmë, sinqertë s'ka nevojë për propagandë. Me 2 fjalë përfundon. Është çështu dhe s'është çështu. Kaç. E pastaj tjetër ne të bën vallë që kanë qef, por e vërteta ka me dhënë shesh. Sepse nuk ka mundësi Zoti Madhërisht me porosit për diçka. Edhe me garantu për diçka dhe me dalë kundërta. Zoti ka porosit që ti përmbahet me të sinqertës. Dhe ka garantu se unë jam me të sinqertin. Në betej. E mbështes të sinqertin. E kush ka i cili po muj ka me dalë përballë të vërtetës, me fitu përballë Zotit? A e dini që faktet përmbysën? Sepse Zoti Madhërisht është i madh. A disa njeri për shembull ka vuj deri në mëngjes, për shkak të fakteve të këqija dhe në mëngjes për shembull Zoti Madhërisht tu e ditë se kjo është sinqert, ja përmbys fatin. Pra e sinqerta gjithmonë fiton. Ne duhet të krijojmë familje, të edukojmë brezat që të jenë të sinqertë. Nëse gabon, kallëzo, kam gabuar dhe kaq. Nuk ka nevojë të pavërtetës me argumente dhe me kalu për një stadin tjetër. Thjesht, ne jemi njerëz gabojna, po me sinqeritet dalim me pikapimit. Po, ato që e morë shembull për fëmijën hoq, ka shumë interesant se më kujtu me njerë që ka shumë fëmijë që për shkak të frikës ndaj babës ose nanës që kam i dëshku, ka njëherë e mësojnë edhe këtë pjesën që me gënjy pak për nota, për teste, qysh me shëru këtë farë pjesë që fëmijët me qenë shumë të lirshëm që prindrit ndoshta edhe pse ka marrë një notë që nuk është e kënaqshme për prindrit me konë i lirë me i tregu pa e mshef, se nesër mundet me mshef diçka më të madhe. Shumë e vërtet,
Për këtë arsye deri te shkolla janë një 5-6 vjet. Po. Pra fëmia e ka kuptu mentalitetin e prindve. E ka kuptu. Edhe e din mirë me çka mund me kamuflu pozitën e prindve. Sikur ta kishim mësuar më herët se gënjesha nuk ka vend në familje, ai se kish provu me gënjy. Po thjesht na ka ik kjo shkallë e edukimit, edhe pastaj normal, fëmia ka një aftësi që se kanë të majtë. Dhe për me dalë për situatës, e i nëskenon një rast. Herë e fajson mësusin, herë e fajson si ka up libra, herë ku e di qka, herë e kalon me laps. Shokun e bankës. Dëmënon, sepse e di qysh është, Allah i ka dhonë një instinkt njerit. Kur të është në rrezik, ai e përdor këtë potencialin. Me dalë për situatës. Me dalë për situatës. Në këtë rast, për shembull, duhet prindin me qetësi, me ul, me fakte. Me thonë, unë e di që ti, për shembull, ke dështruar në klasë. Dhe këtë se kam problem. Po kam problem një sen, mënyrën që shpërciton. Edhe me eduku një herë, 2 herë, 3 herë, me nësë bankë shtu. Çka do që të banë jetë, ke gabu, por jo në këtë mënyrë, sepse nesër ai pe gjanave të vogla, ai pasaj në skenon gënjesha të mëdhaja që mund më varë fati i familjes, fati i tina si person dhe fati i shoqërisë. E kjo pasaj është e rrezikshme. Mirë, kjo pjesë e përmend edhe shpifjen hoxh. Shpifja dhe sinqeriteti, edhe shpifja ka bërë shumë probleme në jetën e njerëzve, në fakt, derisa i ka qenë shumë shpesh edhe njerëz në vrasje. Shpifja është për mëkateve të mëdha në Islam. E kemi për rreth kudo. Shpifja, ata që na dëgjojnë, le ta mësojnë herë mirë. Shpifja është prej gjanave për mëkateve më të mëdha që mund i bën njerin këtë dunjë. Dhe që kanë me fundos në këtë botë para se me shku botën tjetër. Dhe për këtë arsye ka shumë ajete, për këtë çështje kanë zbritur shumë ajete në Kur'an. Dhe kanë thonë shumë rekomandime për pejgamberit, se çka e gjan shpifsin. Ata i cili shpif dikuj, qof fjalë, qof vepra, qof diçka. Dhe ne jemi popull që po jetojmë tash këtë kohë, që shpifja është bogati si argument. Por njeriu për me ndërtu standardin e jetës vet. Edhe është bërë shumë fare letë mi thonë dikujna, ti e qështu. Ose mi thonë, hiç pa të nguaj e filanit qështu. Por besimdarin me shpifa sikur se me hangur për zgjalli, sikur se me hang mishin e njerit të vdekur. Nuk e di a ju ka la me lexuar në Kur'an, se ato që shpifin për dikan, te Zoti është maran te Zoti, se sa me hang mishin e antarit familjes të vdekur. A mund e imagjinon një njeri për shembull Zoti mos e baft, njën e vdekur në familje me hang mishin e tij. Te Zoti madhërisëm kaq shpeshon ran shpifja ndaj njerëzve të sinqertë. Dhe ai cili ka hyrë këtë far perimetri nuk ka mundësi me dal pa e turpru Zoti madhërisëm. Dhe pa e pru me një argument që me ju kthy këtë situata në bumerang. A vun ati që shpif, a vun, pa dyshim se vun, sepse nuk është letë më shpif dikur diçka. Se populli e merr si till, normal që vun, mi po vujtjet e atij që shpif, në ditë për ditë Zoti madhërisëm ka me nxjerrë në shesh. Ju kanë shpif me herët pejgamberëve, familjes së pejgamberëve, njerëzve të devotshëm, edhe sot shpifin për njerëzve të devotshëm, por që ata të cilët e kanë këtë cilësi, nuk besoj që komi sjell pranverë jeta. Po, kur përmend pejgamberët hoxh, më kujtohet një qafore e gruas së pejgamberit Muhamet, hyn te kjo shpifja që në fakt ka ndiku kogja shumë që pejgamberi Muhamet të dyshoj dhe ndoshta të shkoj deri tek më e keqja. Po, subhanallahu, një pisprova më të rënda që ka pritu emocionalisht pejgamberi, ka qenë edhe shpifja ndaj gruas së tij për shkak të qaforës që përmende. Kush e ka dhënë, ku e ka dhënë kështu me radhë. Që ka rënë në rrugë. Shumë e kjo, dhe që ka përjetu begeran. Derisa ka zbrit Zotin Kur'an, ajet dhe e ka pastru. Ne nuk kemi pejgamber më na zbrit Zoti argumente më na thonë një paçt. Ne me njerëz, ne mund të lëndohemi. Pra të themi njerëzve, mos i shpifni njerëzve, se pejgamberët e Zotit të madhërisëm kanë pas argument. Kur ju ka vështirësuar situata dhe kanë qenë sinqert, Zoti i madhërisëm ka dhënë mrekulli drejt për drejti. Imagjinon Merjemën, nanën e Isait, i kanë shpif derisa ka fol Isai. I kanë shpik Musait derisa ka fol fëmijën kone Musait.
I kanë shpik pejgamberin, dhe që në zbita jetin Kur'an se së qashtu. Ama neve nuk zbret me la që më në mbrojt. As nuk zbret Allah argumentim në thonë, kjo është në lëndohemi. Por lëndimi, sigurisht se mund të ketë pasoja, por është i përkohshëm. Ama lëndimi më të madh kanë me pritu ata të cilët i shpifin njerëzve të ndershëm dhe njerëzve të mirë. Hoq, jemi ndoshta të e pa një njeri që është bo vepra që neve na duken jo korrekte, jo të rregullta, por ai e ka njetin dhe qëllimin dhe ka raportin vetëm me Zotin. Nuk mund me pas raportin e mirë nëse veprat ka të këqija. Nuk e di sa e kuptova pyetjen. Jo, për shembull, nëse unë shoh ty të bëj diçka dhe ndoshta mua nuk më duket korrekte, po ti baza fetare je korrekte dhe ti ke njëtin edhe qëllimin veç me Zotin. Domethënë ju nuk më detyrojeni mua më jap shpjegim pse ti po e bën një vepër caktuar, përderisa mua më duket që vepra që ti tu e bësh është e padrejtë. Tash nuk po e caktoj veprën, po ka njerëz që kështu ndoshta reflekton gabim në sytë e tjetrit, po ndoshta është vepra më e mirë që ai po e bën se njëtin e ka kry dikun tjetër. E tash e kuptova këtë çështje. Është një koncept i thellë i kësaj çështje. Sepse ndahen në dy grupe, ndahen në dy drejtime pas ai koncepti. E para, që është fetare, kush e ka vendos rregullën dhe punën në atë mënyrë? Zoti i Madhërisht. Po. Dhe ky tjetër që si pëlqen, ku e mbështet argumentin? Për shembull, na shpesh shërbina pozita të keqe me njerëz. Sepse unë jam i prirë me pa jetën nga kënd vështrimi fetar. Unë nuk e shoh jetën ndryshe, përveç që ka po Zotin Kur'an. Dhe që në ka shpjeguar pejgambert. Dhe tash kur ta bëjmë një veprim na që e bazojmë në Kur'an si besimtar, çfarë kuptimi ka me besimtar dhe ti nuk e di librin çka ka përzit. Dhe kur ta bëjmë një vepër tillë, edhe që ka bëu profeti Muhammed, njerëzit po rrethin e thonë, po veprat e juaj s'na pëlqejnë, po mirë, veprat e tua, kush ka rekomanduar mi bë ato vepra? Kush të ka thonë ty që kjo vepër që bën ti është në rregull? E jemi nuk është në rregull. E jemi është e bazuar në Kur'an, në hadith. Ama ti ku e mbështet? Pra, kemi situata të tilla, po ne nuk do të ndikohemi për kësaj çështje. Ne duhet të vazhdojmë rrugën tonë, të të realizu qëllimin e jetës, në mënyrën që ka thonë Zoti i Madhërisht, sepse në ditë prej ditëve, kur ne kemi dhënë llogari përveç Zotit. Dhe kush ko më na shpërbly për veprat përveç Zotit i Madhërisht. Edhe pra do të merruj këtë farë statuti në shoqëri. Pse një njeri sinqert përqeshet shumë? Për shembull, e shohim shoqëni që thonë hajt bre se. Gjithmonë e mira përqeshet. Gjithmonë ajo që është e paprekshme, a ke po njerëzit edhe borës i kanë gjetë mangësi. Behane. Po kanë thonë s'është e mirë se po na merr syt. Pra, në jetën e kësaj bote, njerëzit kur dalin për të vërtetës, edhe të pajisen me virtyte të këqija, domthonë me ku diçka, e vërteta për ta është sikur se mja reflektorin sy. Ata s'u shohin të vërtetën, sepse janë larg realitetit. Pastaj edhe përqeshet. Dhe kemi ardhur sot me një kohë që e kena bën të mirën, të sinqertën, të drejtën, e kena penalizuar dhe gjykues të saj kemi bërë pa vërtetën. Dhe një shoqëri, shkalla më e lartë e degenerimit, të një shoqëri është kur e keqja me një farforme e akuzon të mirën. E sot kemi ardhur në çet gjendje. Edhe kemi shumë shoqëri në sipërfaqe të tokës që e keqja u bë gjykuesit të mirës dhe më usill njëri mirë, çka thon pejgamberi me një hadith, do të degenerohen shoqëri deri në atë mos, saqë kur ta shohin të mirën, të vërtetën, kanë me akuzu për të pavërtetës dhe naive. A kanë harruar se kjo është realiteti. Por ju keni ndryshuar. Ju keni eskadu për të vërtetës. Jo e vërteta. Pra, kjo situatë është shumë e rëndë. A ka shpresë hoxha më kthy për marr për shembull? Po gjithmonë shpresa vdes e fundit. Edhe besimtar pa shpresë nuk ka. Ai i cili vdes të mos shpresu të mirën, ai thjesht se ka kuptuar besimin. Se Zoti i Madhërisht ka përmend Kur'an këtë çështje. Nuk jum shpresat askush përveç popujt të degraduar. E na jemi musliman nuk degradohemi. Ne mund të sprovohemi, por ne kemi shpresë e vërteta që më do në shesh. E ata që sunë mrin të vërtetën kur të vjen, për shkak të sprovave, ata shkojnë me problem të madh te Zoti i Madhërisht, dhe në ditë për ditëve brezat e ri kanë me kuptuar se kjo jetë
Kjo jetë është projekti i Zotit madhreshëm. Nuk sundon njeri në jetën e bote. Sundon Allahu xhallahu ala. Dhe nuk mund njeriu me i prish balancat që ka kriju Zoti madhreshëm. Sepse nuk lejon Allahu xhallahu ala që shoqëritë në tokë të vendosen ligje në opozit me krijuesin absolut. Për fund, çka bën një fjalë e mirë e çka bën një fjalë e keqe? Në ka porosit pejgamberi alayhis salam që kur gjë mos mushmi me kontribu Me vepra. do me thonë me vepra, të paktën të kontribujmë me fjalë. Sepse një fjalë ndikon në krijimin e urave paqësore mes njerëzve dhe një fjalë e vetme ndikon në hapjen e ndekeve mes shoqërive. Një fjalë e mirë, e vërtetë, e saktë e çon njeriu në xhenet dhe një fjalë e pavërtetë, e pasakt ja përmbys fatin nesër në botën e përjetshme. Pra, e vërteta ka njerë është me një fjalë. E vërteta, këtë epilogu, këtë situata, këtë rruga e gjatë e përshkrimit përfundon me një fjalë të mirë ose përfundon me një fjalë të keqe. Pra duhet me pas kujdes, siç ka thënë pejgamberi sa me një rast, njënës prej bashortëve, se thotë e ke thonë një fjalë. Me pas gjujt në deti, gjitha oqeanet e tokës ja kishin rrëngjyrën. Ka që është e rënë. Një fjalë vetme. Cila është? I ka thonë e ka përshkruar njëna njënën. E ka përshkruar aspektin fizik. Po. Okej. Ajo është e keqe për shembull, ose s'është e mirë, ose ka një defekt. Dhe pejgamberi sa mi ka thonë, e ke thonë një fjalë. Aq të rënë, saqë edhe oqeaneve ja kishin rrëngjyrën. E kish kontaminuar oqeanin. Ka që shpesh Ka që shpesh e rënë te Zoti madhreshëm. Dhe ka thonë pejgamberi sa me një hadith se për një fjalë goje, njeriu nesër fundoset me qindra mijë vjet në anale xhenemit. Dhe për një fjalë goje të mirë në momentin e duhur, me thonat e duhura, me sinqeritet, thot bëhet shkaktar që të bëhet pengesë për rrugën e xhenemit. Pra e vërteta është shumë e rëndësishme, dhe ajo përmbledhet me një fjalë dhe pa vërteta është shumë e keqe dhe mund të shpjegohet vetëm me një fjalë. Po. Faleminderit shumë i nderuar për Faleminderit këta e minuta juve. që realisht po na shërbejnë edhe neve, po edhe trive, se po ka shumë interesim për me mësu sa më shumë për fenë islame. Kështu që faleminderit shumë për kontributin. Faleminderit e juve. Të nderuar shikues, kaq nga studio e Bardhëzi. Bashkë që jemi javën tjetër. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.